Ngjarje shumë e trishtë, sepse kryeministri i preu mbes, kjo dihet botërisht, pavarësisht se sot thotë që nuk i preva mbes, kryeministri u tha, hajdeni dhe, afroheni dhe, si ata ambasadorët e Gjermanisë që thoshin Tiranë se futunin në ambasadë, hajdeni, ku jeni dhe, investoni dhe. Edhe ata u treguan të mençur. Pak për tyre bën beton, 10%, 90% dru, 90% dru, në tokën e tyre. Shërbim të turizmit. Po këto 10 vila, 7 vila, 3 vila druri, me kullën shkon, si që kam u shpinë, gurë dhe dru. Edhe atje, a i mund të bërë një beton në mbajtje, po do të beshi se të bërë me gurë, ata, gurë ose dru. Dhe masi ndërtuan 2 muaj, ku kryetari i bashkisë, Benet Beçi, që ka pas Benet Peçi, po nga Dukagjini dhe i, shkuar gjyshin Marzi luftuar me Tuqit, edhe herë nga Uqini pasandaj, këtu në Shqipëri. Por që është Dukagjinas, dhe 2 muaj, 3 muaj, a i krenohesh natë për natë, se si tethi po merte një hop, një zhvillim. Pra, në këto 2-3 muaj, para zgjedhjeve, 1 muaj, dhe 2 muaj mbas zgjedhjeve, kur kryeministri i ftoi vetë, prit, i legalizoi, i ftoi, i legalizoi, i la energjinë ujore, i la energjinë elektrike, i la sasinë ujore, prurje, lidhjen ujore, i la, a do të thotë që shteti ka marrë pjesë. A institucion që ju pyesni ka qenë, ku janë institucionet, ka marrë pjesë. I ke muzej, i ke mëteja, u ke mëteja, ujë, energjia, ka marrë pjesë gjitha. Gjitha, AZBR-ja, diku ka marrë lekë. Pra, kjo është një leje, sa e lishme. Po, pa leje me leje, por ka marrë pjesë institucioni mbaron filmi këtu më dhe. Mbaron film. Vim ke u bë kjo katraur. Tani do jemi ke pjesa që adet vendosim lishmëri. Por nuk ndodhë lishmëria të vendosësh një të lishme me një tjetër pa lishme që ta shkatrosh një gjëti. Është e pa lishme shkatrim. Ku ka nene që të shkatroj? Nuk ka. Nuk ka fjalë shkatrim. Në kushtetut apo në ligjet e mjedisit. Nuk ka fjalë shkatrim. Shkatron tërmeti dhe vulkani. Edhe këto shkatrojnë përmbytja. Edhe këto shkatrojnë kur ti nuk e njeh. Kur ti, si njeri, sot në vitin 2000, i bie shkenca ka 10.000, para e rëson, edhe i thonë 12.000 vjetë. 12.000 vjetë njeriu ka ditur ta zotroj natyrën, ta njofi, ta zotroj, edhe të ndërtojnë basë së njohes. Pra, edhe tërmeti nuk quhet që prishi, sepse ti e di që tërmeti është 6 ballë në dorë. Pse ndërton 5 ballë? 4 ballë. Pse ndërton 4 ballë? Normal që ai 6 ballë që shkatron 5 ballë. E njëjta gjë. Tërmeti shkatron qast. Atëherë të pare mirë ti mund t'i merje, t'i qoje me një mirë kuptim, i trihje ato biletat, për duri, i qoje në rreth malit, që duke si mikroskop, si një gjurq para i malit lartë 2000 metrë, ajo e 5 metrë. Do duke si gjurq. Po kishe plot mënyra që a i të shpëndante ato. Diku një tokë publike, që thot tokë publike, ku ka tokë publike të jetë? Të është i ndarë me kanun, 10.000 vjetë. Nga i gjithi tokë publike. Tjetër, po që se ti kërkon të mbrosh zonat e mbrojtura, po ti e i që ke bërë 1268 në zonat mbrojtura. Si kërkon ti zonat mbrojtura, ku ti ke futur i pari, beton, ke futur vepra arti, ke futur tunele, ke ndërprer ujin 10-12 fshatrave. Eksakt, ke ndërprer ujin, ke marrë ujin e flimit në mat, e ke qua 25 km rreth e qark, edhe këto 12 fshatra këtu, janë pa piku i sot. Ku ti kërkon të treti që gjoja ti interesohesh? Edhe këta arshivistët, këta patronazhistat, sa kraudi, profesor, po mbron thethin, kur unë kam një shkrim, jo një, po disa, që ndihem të janë, edhe unë do vetë ati. Ma e manti, unë do vetë do luftoj ati. Do t'i bëja hashtëm gjitha këto prona që kam. Këtë prona, që prona kam për këtë shpintime, babaj. Këtë i kam edhe, kam dhe, se këtë temon, kam një grua, kam një zyrë, kam një bisiklet, kam një makinë, kam një shtëpi, kam pas dhe një qenë, që se kam me, dhe vetëm 2 kam një pashaport, kam një emër, vetëm një emër kam, dhe vetëm një qenë kam 2 djemë. Kaq kam 2 unë, kam një grua, kujdes, një grua, ma era mu me gjera tjera. Gjitha ato i kam majnjeti, kam në shpinë e babajt. Dhe në këto kushe tani, ky vajti, jo vetëm që i prevën bes,
jo vetëm që i shkatroi, jo vetëm që nuk mbron zonat mbrojtura, që janë këta, sepse ai është i pari që ka shkatruar ti 1260 ece në zonat mbrojtura, ai jeti. Jo vetëm që nuk mbron hapësirat publike, se e para që nuk ka thjetë hapësirë publike, e dyta, ky është i pari që ka ndërtuar 300, intensiteti i ndërtimit në Tiranë është maksimumi 3.5. Ky ka ndërtuar me 22, pra, i bie 7 herë më tepër. Do të thotë që hapësira publike është zënë 700%. Këti ke shkelur në Tiranë 700 herë më tepër, 7 herë më tepër se norma, ose 700%, 7 herë më tepër, nga 3, 2.5, që do të jetë intensiteti i ndërtimeve. Numër 4 për hapësirë që ai zë, quhet intensitet. Nga 2, që do të jetë Tirana, 1.5, 2, 2.5, dhe në vendet caktuara downtown mund të ndërtosh edhe 3.5. Ky ka ndërtuar me 22, me 25. Edhe këty përmend hapësirën publike në thep. Po në llogaritë të trotuar, rrugë. Eksakt. Kur ndërtimi do të jetë, bravo. Eksakt, ndërtimi është në qytet 24%. Maksimum 30%, që do të thotë 70% rrugë, trotuare, hapësira për gazozane, hapësira për moshën e tretë, hapësira për fëmijë, male artificiale që lozin fëmijë, hapësira trotuari, hapësirë publike, hapësira e gjelbër, gjithë ato me 70%. Më thoj një zonë në Tiranë që të to që tash 70% i kretohet. Por edhe kur gjente ai shoku jot ai që është atje, kur gjente një hapësirë 10 me 10, ai ngrinte pallatin. 10 me 10, kur nëse ka hapësira gjitha pallatet në formë rrethi, jo se do të jenë në formë uje, do të ketë një frymarrje pallati në formë uje. Dhe edhe pallati me pallatin minimum do të jetë 100 metra. Nëse këto ut që gjeti Rama, apo ai që është shoku jot, që është atje brenda, atje i nguli 15 kaçe, si ke kafe Europa mbrapa. Kudo në Tiranë, atje ku është uja, e mbylli unë, e bërit 4 atë, dhe masi e mbylli unë nga të 4 anët, si do të linde një anë për qagulli majli të hapur, e mbylli unë, e bërit atë segmentin e 4, e ktheu në ho, uja ktheu në ho, dhe masi e mbylli këta, i futi dhe palat në mesi, që të ndërtojnë, e mbylli fare, dhe e bërimin e otlon, e mbylli dhe bërimin e hos. Pra, këtë ashtë kërkon e sap, hapësirë publike, zona në bëjtë dhe një pjesë e madhe e këtyre arshivistave, e këtyre patronazhistave, e hanë sakrau. Është propagandë? Propagandë e madhe, ai do sjellë gjori, ai është propagandë, por ndërkohë mbaj mendi. Ai kërkon të dëbojë thetjanët dhe të sjellë izraelit që fut çka quhen aty. Nga Vjena aty, do sjellë që fut, ose do t'ja japi këtë me projektin e pandemjori, projektin e maleve, që të japi personazheve strategjik gjojat. Menjëherë ai do marrë thetin e do ndërtojnë ata ati gjoja, ndoshta komplekse, mund i bëjnë komplekse të bukura, se sot para ka dhe bënd komplekse të bukura. Po do të bëjë thetjanë ati. Po që është theti? Banka gjenetike e Europës. Qofse berat, vinë turistat, prekin magjiun tomor, sepse ndau botën, civilizimet filluar nga tomori, ndërkohë në theth, a është njeriu i parë, i njerëzimit, kur që vajti Gustave Le Bois, antropologu më i madh evropian, po edhe i polak, po edhe i çek, po edhe i avar di Amerikë, ka vajtë në thethi, edhe janë çuditur me Kafkën e bukur. Janë çuditur me gjakun 0 negativ. 2. Janë çuditur me Harpo grupin e gjakut EV13. Po, janë gjitha këtu me një libra më. I kemë libra. Kush jemi ne shqiptarët? Kush jemi ne shqiptarët? Anglisht edhe shqip. Janë çuditur me kodet e kanunit. Si ka mundësi Haga, e drejta Magna Carta e Anglisht 1916. E drejta Romake, e drejta e Romës, e drejta Napoleonit, e drejta franceze, Hammurabi. Të gjitha këto drejta kanë gjuhë shqipe brenda aty. Fjala kujtime, koze turpe, kaparin, janë shqip kapar, kaparën sa të mjabë është i borgjë. Kapar, e kapar sa ti të thesh borgjë. Është fjala institucionale, shqip 200 tilla. Vlla jo, ti ka kapur ke drejta romake, shqip. Pra do të thotë që kanuni me terma shqip institucionale, juridike, ka qenë shumë herë më përpara se binin këto drejta. Pra janë gjitha në thet, muajt e vitit,
marsi i mari, prilli i prin, maji i matë, qershori kur bie shi, koriku që kor, gushti ngushtë, shtatori muaj 7, mars, prill, maj 7, 7 është shtati që bëhet njeriu i shtati. Shtati është gërma 7 si trupi, gërma 7. Gërma 8, oktobre, tetori i 8 nga fillon nga marsi, nëndori fillon nga ose brymer, ose nëndor fillon nga muaji mars, dhjetori është dimër, ditë të mënuara, ditë i gjitha i kemë dhejtë, i kemë gjitha në dhejtë, sot, kalendar pelazg, bujësor, janari kalnuer, kalkan, farori, februari, shkurti, që edhe farën, faror, koriku t'i e kor, harvest që kor prodhimet, janë thërë t'i gjitha të do të shtukje. Shoku jota i gjatit, do të shtuki bankën gjenetike, po mos të patur shqiptarë bankë gjenetike, po ta ketë një tjetër, këta rrët, o ata në lindje të detit në sve, o këta në jugun ton, o këta në veriun ton. Se këta e porositin, i prishi, sepse u ngullën me rejnë, se eri të pjani nga Anglia, nga Amerika, se të pjani nuk emigron në Greqimor, në Gjermani janë më poshtë, si nivele popish. Të pjani, Marsia Madhe, Tropoja, emigrojnë baras, Angli, Amerikë. Edhe unë i bëjtivi atyre, që janë, unë jam luftari parti. I para po 1000 që anë si e ka, po unë do vi atje me, do vi të luftojti, për të mbrojtur thetin ti, se mbrojt të drejtën e parve të midhe, të Shqipërisë, të Tukagjinse, të Marsisë, vazhdojmë të Iliridës, të Dardanisë, të Europës dhe të botës. Ati e mbrojnë. Quhet Genetic Bank of the Mankind. Banka genetike e njerëzimit. Se sa e që vini pushtus, ata shkoni lartë. Vini pushtus e tje, shkoni më lartë akoma. Përse? Se të ruani misionin e Zotit që është, pandaj dhe libri, që nuk e ka me vete, misioni i shqiptarëve. Është mision nga Zoti, është popull hynor shqiptari. Pasaj është popull mbetëror në antikitet, po para antikitetit është hynor, holy nation, është kom, fjalla kom vjen nga fjalla shqip, kom, me rëndor kom, të lidhur me gjuhë, me histori, me etnokultur. Nësa shtetet e tjera nuk janë kombe, shtetet e tjera janë bashkësi kombesh e i lidh feja. Nësa neve jemi kom, në lidh gjuha, historia, dhimbja, gëzimi, në lidh veshja, në lidh zakoni, tradita, në lidh Kafka, në lidh gjaku. Kështu që në kuptim ne ndryshojmë, është i vetmi popull në botë që është shtet, është komp, feti kemi të ndryshme. Por normal, i kemi ndryshme, nësa ta ka një fe, të tjerë, një fe, o fe judeje, o fe ortodokse, slave, ortodokse, grege, kajti, po që jemi musliman të vredej, të nxjerë, si të kanë gjerë. Kene i musliman në Macedonidi, ose ortodoks shqiptar Macedonidi s'ke kurd. Ke ortodoks shqiptar në Serbidi kurd. Do që është ortodoks slavo i qfare, ose musliman që do të bëj. Edhe ta që janë musliman në Shkupi do për qëllime tjere. I doj që Shqipëria është Turqi, Shqipëria është musliman, edhe ti Europë mos e prano Shqipërinë muslimane. 70%. Kur ne jemi Bektashi, 25%. Doktrinë, ne jemi Bektashi, ne jemi katolik, ne jemi ortodoks, ne jemi dhe musliman. Edhe i duam njëri tjetrin, e respektojmë shumë. Qa problemi ka? Pa ma jemi shqiptarti. Jemi i vetë, sepse kur zbriste 100 vjetë për para në Stamboll ai shqiptari, të gjithë thoshin dhe unë jam ortodoks serb, ortodoks slav, ortodoks bulgar, ortodoks grek. Kur zbriste shqiptari nuk tha musliman, Bektashi, katolik, unë jam shqiptar, tha.